Pogradeci është një nga qytetet e Shqipërisë që pjesë e tij ka njerëz që sot e kësaj dite mbajnë gjallë traditën e vjetër të zanatçimve. Në ditët e sotme, ku vendin më të madh e zë teknologjia, ka nga ata qytetarë si Piero Icka, i cili kur nuk ka hequr dorë nga pasioni për drugdhendjen. Gjatë ditës, profesorin e gjejmë pranë auditorit me student, ndërsa pasditen ai e kalon në punishten e tij duke gdhendur si një formë kënaqësie dhe çlodhje për të. Drugdhendja është një zanat që mund të duket i vështirë në pamje të parë, por sapo mëson teknikat, ai bëhet pasion i pandashëm për çdo që do ta zhvillojë, edhe më tej. CNA TV ka zhvilluar një intervistë mjaft interesante me artistin pogradecar, i cili ka treguar për shikuesit kujtime të vyera nga rrugëtimi i tij shumë vjeçar me pasionin për drugdhendjen. Me shumë kënaqësi, Icka na mirëpriti në punishten e tij në qytetin e Pogradecit, atje ku u ndeshëm me një shumë llojshmëri punimesh, aq të veçanta, të mrekullueshme e të kuruara deri në detaje. Në familjen Icka në Pogradec, prej 4 brezash, vazhdon kjo traditë e të bërit art me dru. I pari që e ka nisur ka qenë stërgjyshi i Piros, i cili u rikthye nga Rumania pas një tërmeti të madh që ra në Pogradec, e prej rikthimit në qytet u bë marangoz duke ndërtuar dritare për shtëpitë e prekura në të kohë. Pas tërgjyshit, tradita vazhdoi tek gjyshi i Piros, më pas tek babai i tij e sot e kësaj dite ka mbetur tek vet Piro dhe kushuriri i tij i parë në këtë zanat. Profesori tregon se pasioni për drugdhendjen është i lindur duke u rritur në një familje zanatçinj. Ai u bë akoma dhe më i rëndësishëm për të. Pasioni është i lindur me familjen, duke filluar që duke ndetur pranë babait që i vogël. Babai ishte brezi i tretë që merre me drurin në familje, unë mbi bjeti i katërt. Dhe kështu që detyrimisht që duke u rritur në një familje zanatçinj që është marrë me drurin, lindë pasione. Fillimi i artit të drurit të Icka ka lindur me stërgjyshin tim. Dhe ai ishte emigrant në Rumani, mbasi u bë tërmeti 11-s Pogradec, që është tërmeti më i madh në regjistruar në Shqipëri. Ju shkatrua shtëpia, u detyrua të kthej dhe ka bërë atë shtëpinë që sot është shtëpi muzeu, është mbrojtje nga shteti, si quhen këto, është monument kulture kategorisë së parë. Dhe ka qenë shtëpia e parë me dritare të mëdha në Pogradec. Edhe duke mbetur në Pogradec, kishte nevojë për dritaret e shtëpisë të tij, dritaret e shtëpive të tjera, e në kuzhinë me radhë u detyrua të bëhet marangoz. Pastaj vazhdoi gjyshi tim zanatin bashkë me vëllezër, por gjyshi duke qenë më i madh ishte krahun mbështetës i teatrit, dhe pastaj në atë familje me marangoz u lindën shumë të tjerë që madje në Pogradec ata kanë patur 2 makineritë e para që kanë ardhur që nga Franca. Artin e gdhendjes së drurit e zhvilloi më shumë i madh, se edhe pati fatin që me ardhen e komunizmit u ndërprente gjitha, u mbyllën edhe dyqani. I mbysh u detyrua të punonte në kooperativën e marangozëve që quhej, se s'kishte më ku të punonte. I mat pati fatin e mirë që ishte mësues i punës me dru në shkolla jog shqiptare në fillim, pastaj në 40 vjetori Kolkoci sot. Edhe aty e zhvilloi me nxënësi, sidomos në këtu ka punuar shumë në jog shqiptare. Ndërsa u shkatua në 97-ën, aty ishte një muze me rafte me punët e nxënësve të tij. Dhe aty filloi të merret me gdhendje, ishte shtyse Tasos, më shumë e këtij Skandit, për të Skandilakos, për të nxitur për të gdhendur. Pastaj edhe të tjerë me Tasos ka punuar shumë isotime që ka gdhendur Matjan të Tasos, që edhe ajo që pat aty që është shumë e bukur, është si të Tasos, ajo me varkat e vjetra të Pogradecit, gjemit, dhe shumë të tjera. Dhe pastaj duke punuar del nga dalë dhe zhvillohet. Pastaj jam unë në Zhdel Xhaxhaj që vazhdoj me gdhendjen, duke ndjekur traditën e... Ruajtja një tradite të vjetër është shumë e vështirë në ditët e sotme. Icka thotë se drugdhendja është një zanat shumë i bukur për të zhvilluar si pasion, por nuk mund të jetë zanat për të siguruar një jetesë dhe të ardhurat të mjaftueshme. Kjo vjen për shkak edhe të vështirësive të këtij profesioni, por edhe për arsye se blerësit nuk ja din vlerën. Që ta ruash duhet të kesh disa kushte specifike.
Ky është një zanat i bukur për të zhvilluar si pasion, po jo si zanat i bukur për të ushqyer. Se duke ditur vështirësinë që ka dhe duke ditur edhe vështirësitë jo të zanatit, po dhe të blerësit, që një pjesë nuk e kupton, një pjesë nuk ka mundësi për ta blerë, se ky është zanat që bëhet vetëm me dorë. Kështu që unë kam fatën e mirë që e punoj për pasion, jo për të ngrënë bukë, dhe mbase kjo më ka përqitaruar. Nuk ka si puna e dorës, thot profesori. Vlerat e punimeve që krijohen nga duart e njeriut nuk kanë të krahasuar me ato që prodhojnë makineritë e kohës. Piroicka shpreh kënaqësinë e madhe që përjeton gjatë orëve që mbyllet brenda punishtes së tij për të gdhëndur në drue për të krijuar art. Ato që e tërheqin më shumë janë punimet me motive florale, të cilat i ka mësuar prej babait të tij, që në vegjëli dhe vijon të jetë i dashuruar me to. Puna e dorës mbetet punë dore. Unë e bëj për kënaqësinë time në radhë fare, për të kaluar ato orët e çlodhjes për mua në një mënyrë ndryshe nga të tjerët. Po të shkoni këtu është motivet florale, duke bazuar shumë tek tradita e vjetër e ikonostaseve. Kemi patur një traditë shumë të bukur për të ikonostase të gjendra shumë bukur, që sot nuk po zhvillohet më. Floralet janë më të lehta për mua. Zanatet e vjetra duket se po shkojnë drejt zhdukjes, kjo për shkak të rinjve që nuk kanë vullnetin e dur për t'i zhvilluar ato, ndonse mund të kenë pasionin brenda tyre. Vetë profesori tregon se interesimi të rinjve është shumë i pakët, ndonse kërkojnë ta mësojnë, ata që ndrojnë një javë dhe largohen. Të rinjtë janë pak të interesuar. E pëlqejnë shumë e bukur të vi të mësoj, rinë një javë, lodhen, mbase janë të vegjël, mbase duhet dhe një shkollë për të, po, unë kam dëshirë t'ja mësoj, po data nuk ka mundësi. Dhe mënyra se si janë zhvilluar sot, ndërtesat e banimit në pallata i s'ka ku të këtëndë, se do në bëjzhur. Këtu dhe unë jam i kufizuar, pavarësisht mbas 11 ditës nuk punoj dot. Pavarësisht në atë periudhë nga njerë të juna e frymëzimit për të këndur më shumë, po. Ndërsa i pyesim profesorit kanë se çfarë i mungon Pogradecit për të hedhur sytë drejt këtij arti të mrekullueshëm të drugdhendjes, artisti pogradecar përgjigjet se i mungon qytetaria. Këtë përgjigje i lidh me mungesën e një shkollimi të mirë dhe të marrjes së bazës fillestare në shkolla. Ndër të tjera, profesori u bën thirrje të rinjve të fillojnë të punojnë me pasionet e tyre në zanatet e vjetra, pasi nëse e lënë thjesht si një pasion, ky i fundit do të humbas. Qytetaria i mungon shumë. Artën e kuptojnë vetëm ata që kanë një shkollë të mirë, një baza të mira në shkollë. Pavarësisht shkollës që kanë bërë. Të filloj të punoj. Se po filloj të punoj, do vazhdoj të punoj. Dhe po ta ketë thjesht pasion në mendje, do t'i humbas. Piroicka është një nga shembujt të më të suksesshëm të një pedagogu që nuk ndalet vetëm me misionin e mësimdhënies, por kujdeset edhe për pasionin e tij për të mbajtur gjallë traditën e vjetër të familjes Icka. Në punishten e tij në Pogradec, artdashësit mund të shohin një shumëdhëshmëri punimesh të ndryshme, të cilat mund t'i bëjnë edhe pjesë të shtëpive të tyre. Pogradeci është me fat që ka pjesë të tij njerëz të nderuar si profesori Icka, të cilët të bëjnë krenar jo vetëm familjen e tyre, por të gjithë qytetin.